Kreu i zyrës së presidentit Ukrainas, Andriy Yermak, ka dhënë dorëheqjen. Lajmi është bërë i ditur nga vetë presidenti Volodymyr Zelensky, i cili deklaroi se Yermak i paraqiti dorëheqjen e tij pas kontrolleve nga Byroja Kombëtare kundër korrupsionit në ambientet e tij më herët ditën e sotme. Do të ketë një rivendosje të zyrës së presidentit. Andriy Yermak, kreu i zyrës së presidentit, ka paraqitur dorëheqjen e tij. Jam mirënjohës ndaj Andriy, që gjithmonë ka paraqitur në qëndrimin e Ukrainës në rrugën e negociatave, pikërisht ashtu siç duhet të ishte, tha Zelensky në një deklaratë. Ai shtoi se donte të shmangte thashëthemet dhe spekulimet dhe se nesër do të diskutonte për pasardhësin e Yermak. Sa i përket kreut të ri të zyrës së presidentit, nesër do të zhvilloj konsultime me ata që mund të udhëheqin këtë institucion, shtoi ai. Dorëheqja e Yermak vjen në një kohë kur Ukraina po tronditet nga skandali më i madh i korrupsionit të presidencës së Zelenskit, që përfshin aleatët e tij. Më herët këtë muaj, Byroja Kombëtare kundër korrupsionit e Ukrainës, NABU, ngriti akuza ndaj 8 të dyshuarve në një skem që përfshinte kompaninë shtetërore bërthamore Energoatom, duke emëruar Timur Mindish, një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Zelenskit si kreun e saj. Ministri i Drejtësisë Herman Halushchenko dhe Ministri i Energjisë Svitlana Hrynchuk u shkarkuan më 19 nëntor. Ata nuk janë akuzuar ende. Mindish iku nga Ukraina përpara se të akuzohej. Ai u sankcionua nga Zelensky dhe u vu në listën e të kërkuarve. Gazeta Ukrainska Pravda raportoi, duke cituar burimet e saj, se Yermak është gjithashtu i përfshirë në skandalin e korrupsionit dhe hetuesit e quajnë atë Alibaba. Kryeprokurori antikorrupsioni i Ukrainës, Oleksandr Kylymenko, tha më herët në nëntor se sipas hetuesve, Alibaba po mban takime dhe po u cakton detyra agjencive të zbatimit të ligjit për të siguruar ata që të ndjekin penalisht detektivet e NABU-s dhe prokurorët antikorrupsion. Një nga shtëpitë luksoze pranë Kievit, e financuar përmes skemës korruptive, ishte menduar për Yermakun, tha një burim i zbatimit të ligjit për Kiev Independent. Yermak nuk ka komentuar mbi raportet. Zyra e presidentit nuk i është përgjigjur kërkesave për koment. Pavarësisht reagimeve negative, Zelensky refuzoi të shkarkonte Yermakun. Në vend të kësaj, ai e caktoi atë për të udhëhequr një delegacion Ukrainas në bisedimet e Zvicrës me SBA-n më 23 nëntor, pasi presidenti Donald Trump zbuloi një plan të diskutueshëm paqeje që anonte shumë në favor të Rusisë. Pavarësisht kritikave të vazhdueshme, Zelensky tha se i besonte Yermakut dhe hodhi poshtë pretendimet se ky i fundit ushtronte pushtet të tepërt. Por rritja e presionit nga faktori ndërkombëtar për çrrënjosjen e korrupsionit detyroi Zelenskyn të lëshonte kraun e tij të djathtë.